Realisht edhe kështu, edhe vetë penalizimi i kuvendit, për shkak të mospasjes e numrat të koalicionit qeverisës, fa i bie qeverisë, se qeveria duhet i kishte numrat e caktuar. Dhe është e vërtet që në duket parë, duket që është penalizuar kuvendi i legjislaturës së katërt, por në fakt gjithë kjo ka ndodhur për shkak të një qeverisje jo të mirë që ka ndodhur gjatë këtyre viteve në Kosovë. Ai këtë ka bërë thjesht për ta heqë përgjegjësinë e vet, që në fakt nuk mund të hiqet, se nuk është obligim i opozitës për t'i kryer punën kryeministrit. Kryeministri duhej që të kishte numrat e njerëzve që kanë koalicionin qeverisës, dhe ishin njerëzit e koalicionit qeverisës që e penguan miratimin e amandamenteve kushtetuese dhe të ligjet për forcat armatose të Kosovës. Jo, unë mendoj që me kuvendin ka mundhequr mjaft dhe ti drejtosh dy legjislatura, sidomos këtë funi që nuk ka qenë fare e lehtë, mendoj që mjaftojnë dhe unë pres që zgjedhjet e reja ta përcaktojnë edhe udhëheqjen e kuvendit për mandatën e ardhshme. Jo, absolutisht se synoj. Absolutisht nuk e kanë respektuar për faktin se edhe në dokumente në gjithë përfshirë presidentit Atizari, edhe në kushtetutën tonë është thënë qartë se mandati se komunitetet pakicë, 2 mandate kanë venet e rezervuara, pas përfundon mandati i dytë, ata kanë venet e garantuara. Edhe kështu siç është, me venet e garantuara, as një komunitet pakicë, as venet e rajonit, as venet e Bashkimit Evropian nuk ka. Do të thotë në këtë rafsh Republika e Kosovës, sa i përket të drejta lirive dhe të përfasimit të komunitetit pakicë në institucionin e Kosovës, janë më të privilegjuar dhe janë një standard i ri që nuk është edhe njëherë po thamë në asnjë vend të rajonit as të Evropës. Sigurisht që koha është mjaft e shkurtër për fushat zgjedhore, sidomos për një subjekt të ri politik, por megjithatë ne jemi në terren dhe do të angazhohemi në plotni për të kryer obligimet që kemi në raport për të sqaruar qytetarit. Përndryshe, ne kemi qenë dhe jemi udhëtar që zgjedhjet të jenë sa më të përgatitura, të jenë të lira, të jenë fair edhe mos jenë të manipulueshme. Derisa ne po shkojmë me të njëjtin ligj, me të cilin ne kemi pas një palë zgjedhje të parregullta, dhe në faktikisht nga të cilat kanë prodhuar dhe institucionet të parregullta, atëherë ne do të dëshironim që vërtet ketë një mikëqyrje më të madhe ndërkombëtare dhe ketë një mundësi për gjithë subjektet politike, për gjithë subjektet që do të jenë në zgjedhje, të kenë mundësi ta mbikëqyren dhe ta ruajnë votën e tyre. Ne pozicionin e nisnës e shohim mjaft mirë për faktin se shohim një gatishmëri dhe një vullnet të qytetarëve të Kosovës për të ndryshuar, pasi ata nga partitë politike ekzistuese veç sa herë kanë dëgjuar premtime të gjithë llojta dhe realizimet s'kanë qenë askund. Mendoj që premtimet tona dhe oferta jonë do të jetë shumë realiste, do të jetë në shërbim të qytetarëve, do të jetë në shërbim të shtetit të së drejtës, dhe natyrisht shtetit së drejtës kupton që të jetë sundimi i rendit dhe i ligjit, zhvillimi ekonomik, investimet, lehtësimi i investimet të brendshme dhe të jashtme dhe shfrytëzim i kapaciteteve ekzistuese që i ka Kosova, dhe Kosova ka shumë kapacitete të pashfrytëzuara gjatë këtyre viteve, siç është bujqësia, siç është energjetika, siç janë minierat, dhe siç është dhe vetë kapitali kryesor që kemi në Kosovë, njeriu ka qenë gjatë gjithë këtyre viteve i pashfrytëzuar. Në fakt, ne nuk parapëlqejmë të jemi në koalicion me partinë politike, demokratike, edhe për faktin se ne mendojmë që gjatë këtyre viteve ka qenë një qeverisje e keqe, nuk është qeverisur me njerëz kompetent dhe do të ishte edhe në shëndetin e
Partisë Demokratike do të ishte edhe në për shëndetin e demokracisë në Kosovë që të ketë një ndryshim të koalicionit qeverisës për 4 vitet e ardhshme. Nëse e shikojmë përfaqësimin, është vërtet si ka qenë një përfaqësim i dobët. Po nëse kemi parasysh se Parlamenti është institucion ligjvënës dhe mbikëqyrës, unë mendoj që gjatë këtyre viteve Kuvendi i Kosovës ka bërë shumë ligje dhe ka miratuar shumë ligje që janë të standardeve dhe natyrisht në punën e ligjeve nuk punojnë vetëm deputetet, po para tyre punon administrata e Kuvendit, para administratës Kuvendit ka punuar administrata e qeverisë që i ka përgatitur projekt ligjet, Kuvendi i ka miratuar dhe në këtë rafsh, sa i përket punës, nuk mund të akuzojmë Parlamentin se ka qenë legislaturë e dobët. Këtë rafsh mendoj që ka qenë një legjislaturë që ka kryer shumë punë të mira.